Leje për falje të namazit gjatë orarit të punës, 2 orë pushim për faljen e xhumasit dhe krijimi i hapësirave të faljes për punëmarrësit të cilët janë besimtar musliman. Këto janë 3 propozimet që parashikohen për tu përfshirë në kodin e punës, të cilat u diskutuan në komisionet parlamentare. Punëdhënësi merr masa që të ofrojë një ambient posaçëm për punëmarrësit e besimit musliman për të kryer rritjet e tyre fetare. Në rast se numri i punëmarrësve të këtij besimi është më shumë se 50, punëdhënësi ka për detyrim për të ndërtuar një ambient posaçëm për kryerjen e rritjeve fetare. Punëdhënësi pika 2, punëdhënësi është i detyruar të respektojë oraret e faljes për punëmarrësit e besimit musliman, sipas njoftimeve paraprake që janë bërë atij nga punëmarrësi, për sa kohë është e mundur kjo për shkak të natyrës punës. Dhe pika 3, punëmarrësi i besimit musliman ka të drejtën e pushimit 2 orë çdo ditë të premte, me qëllim që të ketë mundësinë për të falur namazin e xumas në ambientet e xhamisë më të afërt në vendin e punës. Por diskutimet për këto propozime në komision vijuan me verifikimet për mos arritur në abuzime dhe se si do të verifikohen këto leje për 2 orarëshin e faljes. Është parashikuar se si mund të kontrollohet kjo gjë, sepse kur vjen fjala pastaj tek një shkputje nga puna apo 1 orë pushimi, mund të abuzojnë, thonë, se të kërkohet që të bëhet dhe nga punonjës të tjerë që mbase nuk e duan për atë arsye, por që të abuzojnë dhe të vazhdojnë të shkputen nga ora e punës, sepse edhe kjo mund të ndodhë. Për sa i përket si do të verifikohet, unë nuk besoj që dikush do të shkojë, do të deklaron që një i punësuar, një punëmarrës i deklaron që do shkojë në xhami të falë namaz 2 orë do të gënjej, sepse po flasim për njerëz që besojnë Zot. Sipas deputetëve, në kushtetut cilësohet se Shqipëria është një shtet laik. Po ishit referuar, kemi një nen caktuar, nen e 10, Republika e Shqipërisë është republikë laike dhe shteti është neutral, si na lot kemi detyrime për besimin si duam vetë, si të kemi që vetë. Nuk ndërhyjmë shteti atje.